A di pse nuk e ngon fëmija nënën edhe babën? Pse se ke eduku që shdohet? Kur ta edukojsh ti fëmijën tanë që shdohet, valla ka me të mu fëmija. Kur t'ja i që edukat për fëmijës tanë, kur ta shish prej veçli, kur është i vogël, që ato shku nuk tek qia, nuk e ngon atë, nuk e ngon kërë, kur t'ndalësht i non stop t'i falsh, ta edukojsh, t'bajsh dialog me fëmijën tanë, kur t'rritet, aje ka hazër dialogi. Mos prej ti fëmija jo që kur ti si fol fëmijës tanë, kur nuk i ull me fëmijën tanë, një ka një, ti, bashkërka jote dhe fëmija jote, mi fol fëmijës tanë, nesër me dalë qaj fëmijë që ka me ngu babën onën, po se ngon valla. Se ngon, për këtë arsye, duhet me marrë si shkollë shumë të veçantë këtë pjesë, që ne lit me qenë model për fëmijët e tonë. Ama nëse e shohim ne, se këshyr me, fëmija e ngon babën edhe nanën, kur është eduku. Ama qysh mundet mu eduku një fëmijë kur ti halon shtëpinë tane ki harame? Qysh mundet mu eduku një fëmijë kur ti shtëpinë tane halon gën muzikë? Qysh mundet mu eduku një fëmijë frymën e drejt, duhur, të edukimit, dialogit? Qysh mundet mu eduku kur ti halon fëmijën tane, shtëpinë tane, ti e mëson me shajt? Dohon, jam do probleme që mbledha, problemi e bret problemi, edhe bëhet një kodër e madhe, mandej nuk shtijet me dorë, do të bulldozer me ardh. Për këtë arsye, mëse bje situatën me dash me marrë bulldozer për mi largu probleme që të ka nartë të fëmija jënë. Po jo, prej veçli, prej kur e ki fëmijën kontrolën tane, se kur të rritet i madh, del pi kontrolë fëmija, ama e të qys del pi kontrolë fëmija. Edhe kur të rritet i madh, kur ti edukon edhe mëson fëmijën tanë se fëmija jem, ta dish një pjesë shumë mirë, se urdhni Allahut është, nëse nuk e ngon nanën edhe babën shumë rrezik e ki xhenetin. Kur ta mësojsh fëmijën me ajete kuranore, me hadithet pejgamberit alayhis salatu wasalam, çaj fëmijë, vallon 99.9% deli hajrit. Shumë 0.1% mund të më qenë që Allah azza wa jall me sprovu me çaj fëmijë.